Drejtori shqiptar për datën 6 mars 2025 parashikoi të përshkohet në një mod i qëndrueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me kthjellime dhe orë me diell. Temperatura minimale parashikohet të jetë 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 20 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale 7 metra për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 1 deri në 2 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 7 deri në 18 gradë Celsius. Kukës 3 deri në 18 gradë. Peshkopi 4 deri në 18 gradë Celsius. Tiranë 9 deri në 10 gradë. Durrës 7 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 7 deri në 17 gradë. Elbasan 5 deri në 20 gradë. Berat 11 deri në 20 gradë Celsius. Korç 1 deri në 16 gradë. Vlorë 6 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër 2 deri në 15 gradë. Sarandë 6 deri në 15 gradë Celsius.